sektorët kryesor të krimit, ku policia është implikse dhe bashkëpunon ngushtë me krimin, që duhet t'jap shembullin ky, cilët janë hoxha? Thuhet ti, thot dhe Tela. Se kjo e opozitës, okej, po doktori tani do dalë dëndurisht aty që delin në rrugët e Tiranës. Por sfida e parë, mendoj unë, është pikërisht kjo. Policia ka qenë akuzuar e kapur me këtë. Për mua sfida e parë që ka ai është mënyra se si ai do ndërtojë marrëdhëniet me SPAK. Kjo është sfida kryesore që ka ai. Për shkak sepse të gjitha problemet që kanë parë kohët e fundit që kanë policisë kanë ardhur pikërisht nga mungesa një bashkëpunimi të mirë me SPAK. Dhe policia ka pasur përgjegjësitë vetën, sepse SPAK-u shqetësimet veta i bën publike. Ose vetë, ose me proksi. Policia nuk flet. Dhe policia duhet të dalë dhe të thotë dhe të kuptojë qartë se kush e ka defektin dhe pse nuk funksionon marrëdhënia mes tyre. Por problemi tjetër që do ketë drejtori i policisë dhe sfida tjetër ku do duket qëndrimi i tij, janë dy element shumë problematik sot për policinë e shtetit. Janë lojët e fatit, që janë një industri gjigande që gjeneron 100 miliona euro. Dhe nuk funksionon ilegale. Është shumë mënyra si do sillet me ta, sepse organizimi i kësaj industrie është bërë direkt me botën e krimit sot. Dhe duke i lënë ilegale, ti ja ke lënë krimit dhe krimi nda me policinë paratë. Shumë drejt. Një, dhe dyta janë call centrat, të cilët po ashtu gjenerojnë sasi të mëdha parash dhe nuk funksionojnë dot pa policinë. Të gjitha aksionet e fundit që janë bërë ndaj call centrave janë bërë nga policitë e vendeve partnere. Pastaj ajo pjesa tjetër që është një strategji më e madhe, lufta kundër organizatave kriminale, krimit organizuar, por kjo është një gjë që nuk bëhet as me javë dhe as me muaj. Ajo kërkon kohë, por qasja do duket në këto veprimet e para. Ai ka një moment të keq që nuk avantazhon, është fakti që ka një fushat elektorale shumë shpejt përpara dhe policia vihet vazhdimisht në qendër të sulmeve dhe të vëmendjes. Por që realizoi Tela si shto të gjitha këto, të shtojmë në një element tjetër veç s'ke pretend ti, thuhet shpesh që kemi një polici të kriminalizuar, ai duhet luftojë brenda një herë. Pastaj të dalë jashtë. Duke qenë oficer karriere, ai e din shumë mirë se si funksionon policia dhe cilat janë problemet e policisë. Ai njeh dhe të gjithë drejtuesit e tjerë të policisë. Ai e di shumë mirë kush janë drejtuesit e policisë në përrrethe, në përkomisariate, di gjithë strukturën e policisë. Kështu që sfida e tij kjo është si me kë njerëz do punoj dhe çfarë do i tregoj publikut në raport me atë që ka marrë përsipër përpara kryeministrit, raporti i tij është me kryeministrin. E fundit që do të thosha këtu, Ylli, është fakti që tash ne kemi shumë qejf të pjesën që e implikojmë me këtë grupin me ata grupin. Sigurisht kjo është një sfidë direkt për atë, për hidëm. Por, çdo organizatë kriminale në vend do të kishte qef ta emëronte ajo drejtorin e përgjithshëm. Policisë, sigurisht. Është ëndra e tyre. Minimumi ata kërkojnë që të vijë dikush me cilin ata kanë një pikë kontakti. Por në të gjitha rastet, ta kam thënë dhe herë tjera kur zgjedhën drejtorët e tjerë, këtu organizata më e fortë dhe bosi më i fortë është kryeministri i vendit dhe është qeveria. Dhe është ai që vendos. Pastaj është një politikë që buron nga lart, e cila të lejon që ti të operosh, siç përmenda unë industrinë e lojrave të fatit për shembull, nëse parlamenti ka miratuar një ligj dhe ligji nuk vjet në zbatim, atëherë policia aty nuk ka nga shkon. Po shikoj një lajm të fundit Pardje Ylli, është edhe qesharake, jepe me titra si lajm i madh, si ishte ditë pushimi dhe nuk kishte lajme. Operacion thoshte në Bulqiz, ishte kapur kamarieri dhe banakieri, që ata janë heronj që rrin kamarier, imagjino kamarierin në Bulqiz, sepse thoshte kanë organizuar lojra fati në mënyrë të paligjshme. Pra policia duhet së pari, ky duhet ta shkon, ta vendosin në themele duke qenë se e njeh atë nga brenda, tash nuk bëhet brenda ditës, dhe gjëja tjetër është të mundohet të ketë sa më pak implikime me politikën. Po u fut aty... O do ngeli peng i statistikës dhe i propagandës, si që ka kjo qeveri për pjesë, ose do bjerë në duke me veprime konkrete dhe mbi të gjitha me zbulueshmërinë dhe themi me një lloj ortakrie me SPAK-un për të kapur, për të gjetur të gjithë elementet kriminal që janë shpallur në kërkim nga SPAK-u dhe policia nuk ka arritur dot t'i arrestojë. Nuk na mbetet gjë tjetër veçse ne t'i urojmë të tre bashkë në provësh përgjithshëm të policisë shtetit, zotin Skënder Hita, për sukses në punë. Ne këmë të mbarë dhe inshallah e mbaron mandatin. Dhe inshallah e mbaron mandatin dhe të ketë suksese në punën e tij. E urojmë sinqerisht mbarojnë ministrat, inshallah. Tani, në fakt mandatin në mire thatë ju nuk e mbaron askush këtu.
po bëja një llogarium se po kalojmë te pjesa tjetër, futbolli shqiptar nën mbretin Duka. Shko sa interesante, po bëja një llogarium, po bisedoja me kolegë të tjerë dhe ekspertë, dhe ata po më shpjegonin një gjë shumë interesante. Në 24 vjet, 12 trajner Shqipëria. E si mund bëhet një ekip kombëtar, tha, kur ti i merr i ve aty dhe ri 2 vjet ai dhe ikën me vrap. Të gjithë vinë dhe ikin, dhe ekipi kombëtar tani si do bëhet? Kur ri vetëm kaq kohë, 24 vjet, 12 trajner. Një pjesë të tyre ne do t'i fokusojmë aty për t'i parë dhe për të thënë në një mendim, por të nderuar teleshikues, bisedën do ta nisim nga ky pozicion se ne nuk jemi për të thënë gjithçka. Unë jam një amator, goxha amator i futbollit, ndjek atë, kam ndjekur që fëmijë, kam ndjekur pastaj, edhe me mundësi që kam patur me ekipin që kam qenë dhe jam tifoz me Interin, kam qenë unë fatkeqësisht tani se gjendjen që ka, kur kam patur mundësitë dhe kam për titull kampionin ato çka. Eventet më të rëndësishme në Champions League dhe këtij kohë e arte Mourinho se gjitha këto vraponim kur kishim mundësinë. Dhe e njoh si një amator. Dhe ne, të ftuarit e mi këtu, përveç si që thash, ish sekretarit federatës, Eduard Dervishi, që është një ekspert i njohur dhe punon për federatën spanjolle, edhe Dritan Çakoxha, që është një ekspert i futbollit, ne të tjerët jemi amator, do ta quajmë veten amator, po të përpiqemi të themi një gjë, jo thjesht si ekspert, po për ta parë në mënyrë politike. Politiket, nuk themi si politika e partive, kupton? Politike është si drejtohet, si bëhet, si ndërtohet, si se ndërtohet kjo gjë, si është bërë. Pra, dhe tani unë duke qenë një amator pash një gjë shumë të tmerrshme. Amatori kur konstaton që trajneri është një mediokër, i mbaruar dhe pas një vlerë, kjo është një gjë e tmerrshme. S'ka gjë më të tmerrshme se kjo. Dhe unë kam konstatuar një gjë kaq të tmerrshme. S'ka gjë më të tmerrshme se të konstatoj njerëz amator që trajneri i ekipit kombëtar është një super mediokër. Një njeri që nuk është se ka patur vlera. Njeri i mirë shumë, zotni, popullata e do shumë, e ka dashur shumë fillim këtu, popullata jonë, por kaq. Tani, ndeshja e së të prezantojmë tani dy zoti Shako Hoxha, mirëmbrëma. Faleminderit. Mirëmbrëma. Zoti Dervishi, faleminderit shumë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Edhe ju faleminderit shumë që do të thoni, do ndihmoni ne për të thënë pyetje që do të kenë vlerë dhe përgjigjet sigurisht, pa ndonjë ngacmim kështu për punë emrash i përdorim dhe ne këtu, se ne me këtë punë merremi, gazetar jemi, edhe që themi dhe çmendojmë dhe s'kemi ndonjë përgjegjësi të madhe, po ti ke edhe etikën e gjërat të vendit ku punon, gjitha sa ta lejon, por unë besoj që ju do të komunikoni me ne gjëra shumë të rëndësishme.